Vlora pritet të hyjë në një fazë të re të menaxhimit të trafikut pasi për herë të parë pas 31 vitesh do të vendosen semaforët në disa prej nyjeve më të ngarkuara në rrugët e qytetit. Bashkia ka nisur tashmë zbatimin e një projekti pilot dhe ka kontraktuar kompaninë që do të realizojë instalimin, duke shënuar një hap konkret drejt përmirësimit të sigurisë rrugore dhe disiplinimit të qarkullimit. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini është shprehur se qëllimi kryesor i këtij investimi është ulja e rrezikut të aksidenteve dhe rritja e sigurisë për qytetarët dhe vizitorët. Sipas saj, mungesa e semaforëve për dekada ka bërë që lëvizja në disa nyje të qytetit të varet kryesisht nga sinjalistika horizontale dhe vertikale, si dhe nga ndërgjegjësimi drejtuesve të mjeteve, çka jo gjithmonë ka qenë mjaftueshme. Kompania është duke projektuar vendet ku do të fillojnë, edhe pa diskutim ne po ecim paralelisht që mos të dëmtohen rrugët, pra të jenë të instaluara pjesa që i takon infrastrukturës rrugore dhe pastaj pjesa që i takon pjesës elektrike të vazhdojnë në një etapë dytë, por ka filluar. Janë 9 kryqëzime rrugës që do të preken nga kjo. Shpresoj që nëpërmjet semaforëve ne kemi gjithmonë fokus të ulim riskun e aksidenteve. Pastaj se si do të ndikojë kjo në trafik, lihet një gjë për tu parë, sepse mendojmë që koha do të jetë shumë e shkurtër që semaforët do të jenë të hapur për këmbësorët, në mënyrë që të mos të indikojë në trafik, por kjo do të jetë një kontratë që do të fillojë dhe pa diskutim sezonin që vjen do të jetë një projekt pilot që sezonin që vjen, nëse ky projekt ka rregulluar trafikun dhe ka ulur riskun e aksidenteve, besoj që vitin tjetër do vazhdojmë në pjesën tjetër të qytetit. Sipas planit fillestar, projekti do të përfshijë 9 kryqëzime kryesore, të cilat janë identifikuar si pika me risk të lartë për aksidente dhe me fluks të shtuar automjetesh, sidomos gjatë sezonit turistik. Në fokus janë akse të rëndësishme si Transballkanika, kryqëzimi rrugës së Spitalit, kryqëzimi rrugës së Çipajve, si dhe zona e Skelës, të gjitha zona ku ndërthurja e trafikut urban me atë turistik krijon shpesh situata problematike. Projekti pilot do të shërbejë si një test i drejt për efektivitetin e semaforëve në kushtet specifike të Vlorës. Nëse rezultatet tregojnë përmirësim të dukshëm në rrjedhshmërinë e trafikut dhe ulje të numrit të aksidenteve, atëherë bashkia parashikon që instalimi i semaforëve të shtrihet në një pjesë më të gjerë të rrugëve të qytetit gjatë vitit të ardhshëm. Transballkanika është gjithmonë semafor sepse risku më i lartë i aksidenteve ka qenë Transballkanika. Edhe ne duam nëpërmjet Transballkanikës të implementojmë gjithmonë semaforët për këmbësorët, pra të kenë kohën e tyre për të kaluar qetësisht, edhe aty është numri më i lartë i semaforëve, pastaj vjen kryqëzimi i rrugës së Spitalit, sepse edhe ajo kryqëzimi i rrugës së Spitalit është bërë burim aksidentesh, edhe gjithmonë tek rruga e Spitalit e shkolla prapë është një rrugë e cila ka pas nivel të lartë të aksidentesh, pra kemi fokusuar kryqëzimi që ne themi tek rruga e Çipave, po ashtu edhe tek Riviera që ne dim sa trafik ka dhe sa lodhen policat rrugor të ajo pjesë, edhe atë kemi menduar që ta pilotojmë me semafor. Afatet e punimeve janë relativisht të shkurtra. Sipas të dhënave zyrtare, instalimi i semaforëve pritet të përfundojë brenda një muaji. Kjo do të thotë se qyteti do të hyjë në sezonin turistik me një sistem të riorientimi dhe kontrollit të trafikut, një zhvillim i rëndësishëm duke pasur parasysh rritjen e ndjeshme të numrit të automjeteve gjatë verës. Vendosja e semaforëve shihet gjithashtu si pjesë e një qasje më të gjerë për modernizimin e infrastrukturës urbane dhe për afrimin e standardeve të qytetit me praktikat bashkëkohore të menaxhimit të trafikut. Për banorët e Vlorës, kjo nismë përfaqëson jo vetëm një ndryshim praktik në përditshmëri, por edhe një sinjal të qartë për investime të mëtejshme në sigurinë dhe cilësinë e jetës në qytet. Për herë të parë pas 31 vitesh, Vlora do të ketë semafor. Një projekt pilot pritet të nisë zbatimin shumë shpejt nga rruga Transballkanike, ku në vendet e kalimit këmbësorëve do të instalohen semaforët. Po ashtu, ata do të instalohen dhe në disa zona të tjera të qytetit, sikundër rreth rrotullimit në Skel pranë ekranit të madh, ashtu sikundër edhe në territorin apo në thëndryshe në rrugën pranë Bashkisë së Vlorës. Pritet që punat përfundojnë për rreth një muaj me qëllim që i gjithë ky territor të mund të ketë një funksion më të mirë sa i përket edhe sigurisë rrugore.